mendoj që ajo që ka ndodhur me Venezuelën ka vetëm 4-5 shkronja. Qëllimi është nafta. Nga se rezerva dhe burimet kuptohet që te kalojnë të Arabi Saudite dhe kjo ka qenë ble Trumpi tash synimin e ka përpos Kolumbisë dhe Kubës që ta bëjnë mundësisht një tranzicion të gatshëm apo të pranueshëm deri dikon për lider të cilët tashmë kanë panik, që mund të gjej paketimi i njëjtë si me Maduro, do jetë edhe Grenlanda. Pra, Bilali, në aspektin po, që ta qartësojmë. Pra, po thoni se arsyeja e vërtet nuk kanë qenë të gjitha shkeljet dhe ndjekja penale që është bërë Maduros, por rezervat shtetërore. Rezervat burimet e naftës. Po, burimet e naftës. Akuza për terrorizëm të narkokartelës në këtë pjesë në Karaibe, Amerikën Latine në përgjithësi, por edhe në Meksik, janë që nuk do zhduken me një aksion të tillë. Ka drejt, ka synime, 16 institucionet e inteligencës amerikane, mendoj që së bashku me DEA kanë punuar një kohë të gjatë. Mos harrojmë që nuk them që aksioni nuk ka të bëjë, sidomos një grua e cila bashkëshorët e presidentit, ish presidentit Maduros, cila mund të them njihet për Cilia Flores, e cila në aktivitetin e saj ka qenë në farë mënyrë e lidhur me këto grupe. Bile dhe familjar, një pi saj është zërë në aktivitetet e tilla të narkokartelës, dhe i që ka prit këtyre grupeve. Amerikanë kanë drejt sepse është rrezikuar dhe brenda në shumë qytete amerikane nga narkotikët dhe substancat e tilla që kanë depërtuar nga këto vende. Kjo nuk do të ndalohet dhe nuk mund të presim që Amerika Latine të paqtohet nga këto grupe. Bile mendoj që kaosi ndoshta mund të ngritet, sepse në Venezuelë e rëndësishme është për Amerikanët të kontrollohet dhe menaxhohet puset e naftës. Për tjerat, tranzicioni i pushtetit i cili mund të ketë vështirësitë e veta, mendoj që do jetë problematika që për Amerikanët për momentin ndoshta nuk është aq e rëndësishme. Realisht kemi një deklaratë të presidentit Donald Trump, i cili ju drejtua edhe tashmë presidentës që ka marrur detyrën Delcy Rodriguez dhe i tha se do të përballet me një situatë akoma më të keqe nëse nuk bashkëpunon me SBA-n. Po fillimisht sa i përket operacionit përgjithësi që e pam. Do të ka qenë një operacion pak a shumë tipik i task force-ave të përbashkëta, që janë kogja shumë të zakonshme në atë pjesë të globit, me theks veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fokus kryesor kanë edhe kartelet e drogës. Mirë po, për te kësaj, nëse e shohim në pikturë më të madhe, unë e shoh këto që është në vazhden e MAGA, apo Make America